Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha në një konferencë të përbashkët me kryeministrin Gjorgjan Irakli Kobakhidze se një pjesë e madhe e botës po e shikon Gjorgjinë, e cila me sukses mbron dhe ruan pavarësinë e saj dhe të drejtën për pozicionin e vet. Kryeministri Gjorgjan tha se Gjorgjia mbështetet fuqimisht sovranitetin dhe integritetin territorial të Serbisë dhe shprehu mirënjohjen e tij ndaj presidentit Vučić për mbështetjen e sovranitetit dhe integritetit të vendit të tij. Vučić është presidenti i parë i Serbisë që bën një vizitë zyrtare në Gjorgji që nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike dhe me në të njëjtin rast ai njoftoi hapjen e ambasadave në të dy vendet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikojnë të përshtasin kontributin e tyre në misionin e KFOR-it si pjesë e një procesi më të gjerë të shqyrtimit të pranisë ushtarake të aleancës në rajon, shkruan Radio Europa Lirë. Një zyrtar i Komandës Europiane të Forcave Amerikane deklaroi se vendimi bazohet në vlerësimin vjetor të Komandës Supreme të Aleancës për Europën dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende konsiderojnë këtë mision një komponent kyç të stabilitetit rajonal në Ballkanin Perëndimor. NATO ja ka njoftuar më parë duke pasur parasysh se siguria është e qëndrueshme, vendosja e forcave të KFOR-it mund të përshtatet me rrethana të reja. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti deklaroi se pas shpalljes dhe konfirmimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve prioritet do të jetë formimi i shpejtë i institucioneve, duke deklaruar se lëvizja vetëvendosje do të përpiqet për një bashkëpunim më të madh me opozitën në lidhje me zgjedhjen e presidentit. Kur bëhet fjalë për zgjedhjen e presidentit, Kurti tha se lëvizja vetëvendosje nuk do të zhvillojë procesin e vetëm dhe se do të nevojitet bashkëpunim me partitë opozitare. Ai përsëriti se lëvizja vetëvendosje kishte ofruar më parë bashkëpunim opozitës, por se këto oferta ishin refuzuar. Analisti Astrid Gashi dyshon se Albin Kurti do të pranojë skenarin në të cilin kandidati presidencial propozohet nga një parti tjetër. Gashi tha se nuk beson se asnjë variant sipas të cilet vendimi për president është jashtë kontrollit të Kurtit. Siç tha ai, megjithëse burimet në vetëvendosje thanë se është e mundur që Kurti të kërkojë të tjerëve të propozojnë 3 emra për president, ai nuk beson se kjo do të ndodhë realisht dhe se Kurti do të përpiqet përsëri të hedhë fajin opozitës. Studiusi i studimeve të sigurisë Nikola Vujinović theksoi se kosti i vonesës së formimit të institucioneve në Kosovë reflektohet në rënjen e investimeve dhe vonesën e pagesën e fondeve nga plani i rritjes. Siç thot ai, dëmi është edhe politik dhe reflektohet në pakënaqësinë e qytetarëve dhe të Bashkimit Evropian. Presidenti i Aleancës së Biznesit të Kosovës, Agim Shahini, thot se kriza politike ka ndikim të madh në ekonomi dhe se ka rezultate në rritje të inflacionit, një rritje të importit dhe një rënje të eksportit dhe rënje të prodhimit. Politikologu nga Graçanica Ivan Tomić beson se formimi i institucioneve në Kosovë ko me parë çojë në çështjen e qëndrueshmërisë ekonomike, duke pasur parasysh rënjen e rritjes ekonomike prej 1%. Ambulanca në Kamenicë, e cila funksionon brenda sistemit të Republikës së Serbisë, u mbyll përkohësisht të hënën, siç thanë vendasit për Kosova Online. 2 inspektorë shqiptar me rroba civile erdhën në ambulancë dje pasdite dhe urdhëruan punonësit të largoheshin nga ky objekt. Njoftimi në derën e objektit thot se aktivitetet e ambulancës është pezulluar përkohësisht dhe në atë institucion shëndetësor i thanë Kosova Online se ambulanca është mbyllur nga inspektorati komunal për shkak të problemeve të supozuara pronësore me objektin. Nxënësit e klasës së 8 të shkollave fillore që funksionojnë sipas sistemit të Republikës së Serbisë dhanë sot pjesën e dytë të provimit përfundimtar. Nxënësit e klasës 8 në Shtërps, Hoq të Madhe dhe Rahovec dhanë testin e matematikës në shkollën Staja Marković në Shtërps. Pjesa 3 e provimit jepet nesër. Rezultatet paraprake të planifikuar me 19 qershor, rezultatet përfundimtare me 22 qershor të ndjekura nga listat e dëshirave dhe
orari përfundimtar i nxënësve sipas shkollës së mesme dhe vetë regjistrimi. Moti nesër do të jetë kryesisht me diell dhe ngrohtë, ndërsa moti i ndryshueshëm me vranësira është i mundur pasdite në jug-perëndim dhe jug të Serbisë do të fryjë redop mesatare veriperëndimore. Temperaturat do të sillen nga 11 deri në 31 gradë Celsius.